Ky emision sponsorizohet nga Bas Trade, Buçaj, Evergreen Valleys, iBus, Tab, Skardian, Viva Fresh Store, Go Plus. Mirëmbrëma miq. Prej Amerike në Prishtinë, për disa ditë pushim, por edhe për t'i thënë disa gjëra që mbase deri tash nuk i ka thënë. Shpend Gjocen e kam në studio. Mirë se erdhe Shpend. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. E keni shpesh këto kur thonë ama mirë këto atje. Sa shpesh vjen Kosovë? Zakonisht 2-3 herë në vit, po kësaj radhe hera tretë është mbrana aktivitetit që kam marrë tash. Sa që vjen, qysh po e gjen Kosovën? Për fat keq është shumë e egër, po dhe kështu e du, sepse është Kosova jonë, kemi gjithçka këtu, emocionin, shpirtin. Neve atje në mërmalli jo vetëm për njerëzit këtu e për tokën, po edhe për varret në mërmalli. Kështu që sa do që të na egërsojnë, ne prapë vazhdojmë ta duam me shpirt, sepse s'ke mundësi ndryshe. Në 2008 ke shku në Amerikë. Në periudhën kur është shpall pavarësia e Kosovës. Diçka e ndruar me shekuj. Por edhe për diçka që ju dhe familja ju i keni bosh shumë, keni dhënë shumë. Sa ka qenë e vështirë, pikërisht në atë vit me shku në Amerikë. Tepër e vështirë, kam shku para se me ndodh shpallja e pavarësisë edhe për qenë sinqert atë ditë kur u bë shpallja e pavarësisë, manifestimet gjithandej trojeve shqiptare, unë atë ditë për herë të parë në jetim kam pas frikë se po lëvizin nga mendja pak se veç nganjëherë qajsha me të madhe, nganjëherë kisha veprime që s'ishin të mia. Pra unë kam pas frikë çka. Ka qenë tepër e vështirë sepse në jetën time se kam menduar të largohem prej vendit. Shokët e mi kanë menduar që një njeri nëse mbetet në Kosovë vaj do t'jamon. Dhe kur unë jam larguar ata i kanë hup ato besimet që ka njerëz që qëndrojnë këtu përgjithmonë. Mirë, po për të mbetë i dinjitetshëm dhe për të procese përpara, për të mbështetur të tjerët, jo vetëm me u vetkënaq me veten tënde, se asnjëherë vetja jote nuk mjafton as të qenurit intelektual as detar nëse rrethi yt nuk është në atë fushë. Dhe kur unë jam largu ka qenë tepër e vështirë, por arsyeja ka qenë sepse nuk kam dashur të lëm mbrapa vllazën e motrës që të cilët studionin, kam dashur kryej edhe familjen time, e nëse merresha me të dyat ishte e pamundur ti përballaja. Kështu që kemi më kthy këtu. Sa fëmijë i ka lindë dhe rrit nana dhe baba yt? 13 fëmijë i kanë lindë, 12 i kanë rrit. I kanë 6 me 6. 6 djem e 6 qika. Sa prej tyre keni qenë luftë? Familjarisht kemi qëndruar, nuk kemi ikë asnjë, pavarësisht që ne kemi mund të ikim sepse kemi jetuar në Brezin kufitar, dhe veç asaj ne kemi Fshatin Gjocaj, te Junikut tash. Gjocaj te Junikut, që do të thotë 3 orë për me kalu kufirin, nuk janë 2 orë, 2 orë gjys, 3 orë. E veç asaj ne dikush nga ne ka kalu çdo ditë kufirin duke qu pjesëtar të UÇK-s për armatim dhe duke kthy mbrapa. Do të thotë largimi nga vendi për ne ka qenë tepër i lehtë. Mirë, po kemi qenë tepër të vendosur që të qëndrojmë në vend. Edhe ndoshta nuk është modesti sepse unë jam treguj modest gjatë tërë kohës, po duhet ta them që sinqerisht babai im ka thënë në sy tonë, sot jam prindë dhe them sa guxim ka qenë ajo që ka thënë. Sy tonë ka thënë 6 djem i kam po 3 fali me zemër lirisë Kosovës. Do thotë ka qenë një diçka e madhe. Jemi përballë me shumë çka, përfshi këtu edhe varfrin ato vite. Mirë, po babai jon sigurisht pak edhe njësi psikologjisë fëmijëve me siguri dhe na ka mbledh neve, edhe pse gjysa prej neve nuk kemi qenë fëmijë në atë kohë. Ka qenë mësues. Dhe kur kanë ardhur masat e dhunshme që i largun nga puna, na ka mbledh dhe ka thënë kështu. A doni të keni gjithçka dhe ta ulni kokën, a doni të mos keni asgjë po të esni ball lart. Dhe ne kemi zgjedhur asgjë. Dhe sinqerisht kem pas 2 vite, të atyre viteve të vështira, sepse më shumë vite kanë qenë që jemi përballë me varfrin. Po 2 vite vërtet kanë qenë ekstreme që jemi përballë edhe me asgjë. Unë si i ri kam punuar ndërtimtari me ka 15 orë, me siguri unë bukën e familjes. Po kam pas një rast kur kam dashur mi dhënë një gruaje këtu në Prishtinë, dikun konsideruam që ishte në nevojë dhe u mundum me ca mish më lëdhën pak mjete dhe kur ja çova te dera i thash shiko, unë kam qenë shumë më keq se ju. Po a ditë për shkak kisha një këmishë 3 veshun edhe ma shikoj këmishën edhe ju duk sikur s'pethën të vërtetën. I thash shiko, mos e shiko këmishën po ndëgjo mua. Unë kam jetuar në fshat malor. Kpucat e shkymi i kam gjujt dikun poshtë, i kam humb.
Mas një kohë kom shku i kom lyp ku i kom gjujt, i kom marr, i kom la dhe i kom kep. Dhe i kom math ato, po i kom math kur s'mi ka marrë vllau. Atëherë më ka besu. Edhe i thash kështu që të gjithë përballemi me vështirësi, po kemi ja dalë. Tash është më lehtë. E pra jemi përballë me gjithçka, po e vërteta është që nuk kemi pranuar me u thy. Ne kemi mund me u thy në atë kohë, sepse kemi qenë disa prej neve të gatshëm për punë, kemi mujt me gjetë vende pune, po për me gjetë vende pune, për me pas mjete materiale, është dashur që të bëjmë dikush tjetër. Edhe s'kemi pranuar më tjetërsu, kështu që Ju besoj e keni ditë që për shkak të gjendjes Kosovë, për shkak të asaj që po bënte Miloševiqi në Kosovë, edhe keni qenë të varfër. Dhe natyrisht duke ditë shkakun dhe pasojën, keni vendos ashtu me jetu, me punu. S'ka qenë ky edhe një motiv shtesë që ju, gati gjithë familja, me qenë pjesë e luftës Kosovës për çlirim. Se mbase po t'i kishit ranet pak ma mirë, thjesht keni mujt me qëndru indiferent. Jo, në këtë s'kisha me lidh që varfëria të shtyn ty për me bo luftën për shembull, ajo represioni serb, po, sepse ata na kanë shkaktuar varfërinë, ata na kanë shkaktuar gjithçka. Se represioni ka Ata na shkaktuar nxorën nga shkollat, ata na morën gjithçka që patëm, ata shkaktuan varfërinë. Edhe po nëse merret për shembull në aspektin familjar privat, nëse ishte varfëria arsye e luftës, atëherë duhet të them jo për shkak se njerëz për varfërinë ikin nga vendi dhe gjejnë diku më mirë. Po shkaku i represionit serb që kanë ardhur të gjitha këto deri aty, dhe po serbët e kanë ditë që shqiptarët nuk kthehen mas gjë tjetër, mund t'i thesh me uri. Dhe kanë provuar ta bëjnë atë. Dhe unë gjithmonë për këtë pjesë kam falendëruar jashtë mërgatën atyre viteve që zakonisht ne kemi pas dy shtyllat forta në atë kohë që i kanë dalë përballë Serbisë. Arsimi, armata kryesore dhe mërgata. Përndryshe, ne ndoshta kishim ra atëherë, po fakti që i kemi pas këto dy shtyllat forta ne nuk kemi ra dhe kemi rezistuar deri te lufta armatosur dhe unë konsideroj që lufta armatosur pastaj ka qenë më lehtë të dalim përballë sepse kemi qenë në një farë forme të barabartë me armikun. Të paktën në vijën e frontit, ndoshta ata natyrisht kanë pas armë më shumë, po ne kishim vullnet, arsye dhe motiv më të madh, dhe kështu që barazoheshim edhe aty. Juve për herë të parë ju kam pa publikisht në një video goxha të gjatë kur keni fol për Albin Kurtin. Dhe prej aty kam fillu t'ju ndjek. Keni pas edhe gjuhë të ashpër, por edhe argumentet të forta. Dhe besoj prej aty ka fillu edhe një lloj represioni mbi ju, prej armatës vetëvendosës, kundër jush edhe kundër familjes juj. Madje kanë shku deri në atë pikë, sa që ditën kur vllai juj, veteran i luftës, i cili jeton në Amerikë, ka vendos protezën e dorën cilën e kishte lënë në luftën e Kosovës, me fillu një fushat njerëzore mbi ju. Si e keni përjetuar çet dimension? Është e dhimbshme, edhe tepër e rëndë, sepse kjo godet në shumë pika, nuk është vetëm direkte. Se po t'is vetëm direkte e përballon edhe pajtohesh, po ta godet familjen, t'i shqetëson fëmin, se natyrisht mi ka shqetësu, ndihen të fymë. Në aspektin moral, pastaj ti për një moment, natyrisht që nuk thejesh, se dhe sot me ndodh lufta, prap ne që kemi qenë do t'jemi. Unë nuk bëj matematika për vendin, për kombin. Jam i gatshëm në çdo moment me dhon jetën për atë dhe unë. Edhe pse kam kaluar një 50 herë Bregvarit, po Zoti ka thonë mos më rani, jam i gatshëm me rani çdo moment nëse vendi e kërkon, nëse atë dheu im ka nevojë për mua, për jetën time. Mirë po, vjen një moment kur ti mendon aja ka vlejt. Unë merrem pak me shkrime dhe dikun e kam një poezi, thom, çka do të mendonin heroinat, flas për nënat e dëshmorëve. Kur gjithçka shohin sot, kur shohen edhe herojt, shohen familjet e tyre, ofendohen në mënyrë njerëzore, nga kush, nga njerëz që kanë dhënë fije floku atë dheut, nga njerëz që edhe nëse vetë personalisht nuk kanë të kaluar në dytë, si janë gjenerata të reja, po nëse shkon veç një brez mrapa, ka të kaluar me tepër në dytë kombëtare, ata duhet të ulin kokën. Ato fyhen prej atyre. Dhe shohen në mënyrën më banale, nuk ka qenë kjo të ne shqiptarët, ne të paktën i kemi pas do kode morale. Edhe nëse të kemi ofendu për mbajtshëm, edhe nëse të kemi kërcënu,
të kemi kërcënu që na ke prek dikuna dhe kujdes se kjo mund të prodhoj këtë pasojë. Po jo me shku deri në këtë forma. Këta kanë shku deri aty dhe ti nuk ndihesh mirë. Aq më tepër kur unë kisha atë ditë se e kuptoj për cilën video po flet edhe e kuptoj momentin se vllau im ka qenë 20 vjeçar kur ka humb dorën e djathtë në luftë, ka pas mbi 30 plumba, i plagët e mëdha i ka ku nuk shihen në shpatull për gjatë dorës, deri atje ku ka humb dorën që ju ka dëmtuar edhe dërkapsi automatikut në dorë. Dhe fati ka qenë më shpëtues se gjujtjet janë bërë prej 2 ushtarëve serb me mitraloza në distancë 15 metra, derisa ky ka qenë i shtrirë përballë autoblindes edhe duke gjujt mitralierin, personin që ka qenë me mitralozë në autoblind. Pra fishekti kanë shkuar nga pas kokë, ka veshin në dorë. Pra është thjesht shumë një afërsi 1 centimetër me kap në kokë. Mas 28 viteve vjen momenti me vendos një protezë, se për shumë vite ai s'ka qenë interesuar dhe ne kemi lënë të lirë, po ndina me rahat origjinal. Tash kur ka filluar me mendu që ka nevojë për një protezë elektronike, teknologjia ka avancuar. Dhe shkum për të bërë matjet e fundit. Dhe derisa ai po provonte protezën, në fund derisa kur erdhi momenti të përzgjedhja protezave, unë mendova ndryshe me vllaun dhe mendova që po e ndikoj atë në vendimarrje dhe në momentin kur ai do të ketë pak kënaqësi, unë do të jem fajtori se do ta merrja atë që ndoshta ishte më mirë. Dhe vendosa me dal aty jashtë. Dal jashtë, hapi Facebookun, fshet gjithçka, sharje, fyrje, ofendime, mesazha privat prej njerëzve që pastaj kur e kuptojnë se mund të kenë telasha dhe private me ty, kthehen kërkojnë falje, po si kërkojnë falje, mu vjen marrë për atyne që kanë shkruar ata. Fjalori më banal që unë kam turp me përmend, po do të thotë del që mu më ka qitë sperma serbit, unë jam me vëqiqin, e nanën teme tjera shkijet. Dhe ty në moment kujtohet që atë vllaun që e ke pa dorë, nana e ti e jotja ka la gjakun e ti një orë, nuk e ka ditë një muj ku e ka djalin tjetër plagosur, i ka pas të merin sepse ka gatu për u që kësa ka mujt. Mas betejës 28 korrikut në Gjocaj ka ndodhë do ndryshimet mëdha aty se ne për një 3-4 javë kem pas një kozhinë aty, ka shku gjithçka në mënyrë më të organizume. Pastaj ka qenë vetëm vullneti i fort, kush ka pas vullnet ka qëndru. Po kemi qëndru deri në ditën e fundit. Dhe ti pikërisht përballesh tash edhe të bojnë, po ti s'mundesh me u thonë, nuk mundesh me u thonë që jo. Po këto ndodhin krejt në një ditë me të rëndë dhe të veçantë, kur vllai juaj kishte vendos një protezë në dorë, dhe pikërisht atë ditë ju merrni kaq shumë sharje, fyrje, prej ma barbareve. S'po flasim për banalitet ma, është barbarizëm, gjuha atyne që përdoret. Jo, barbarizëm se e shoqërojnë edhe me kërcënim, me zhdukje, me fare fis, shajnë, fliqin, ty të vjen turp që ka po lexon, edhe nëse kishe me dëgju për një të tretë, jo për veten tënde, dhe në fund ti je i mirë me zhduk me fare me fis. Po kjo pikërisht vjen për shkak të aktivitetit juaj politik dhe qëndrimit juaj publik që keni në raport me qeverisën e Albin Kurtit, po edhe me personin Albin Kurti. Ju thoni që e njihni nga viti 1997. Dhe duke i ditë këto qëndrime, pastaj kjo armatë e tyne, që tashmë ka marrë formë me profile si Lule Gjeli, ju vërsulen ju për t'ju intimidu, për t'ju përçmu, dhe për t'ju baqe me e ndalë kritiken për Albin Kurtin. Se në fund të fundit këtë qëllim ata e kanë, që jo unë secili prej nesh me u tërheq nga kritika për shkak të presionit publik që zhvillohet dhe ndikimit që mund të ketë në rrethin e juaj, familjar, shoqënor, se dikush thot lebre apo shes çfarë të bajnë. Këta kanë godit këtë pikë sepse edhe ata që qëndrojnë pas këtyre, sepse nuk janë vetëm këta, po dhe ato shërbime që qëndrojnë pas këtyre njohin mirë psikologjinë e popullit tonë shqiptar dhe i kanë përgatit mirë ku me godit, si me godit dhe cila është arsyeja që njerëzit mundet me i shty me u, që thojnë Shqipëri, me u spastu pak. Unë kam qëndru i heshtur në këto pika ndoshta për dekada, edhe modestit e prum, po edhe komendu se në çdo vend ka vend për kritika në qeverisje, ka gabime, ka korrupsione. Kam qenë ndonjëherë reagues kritikun, kam reagu për të Hashim Thaçi kur ka dalë në parada atje që ka pas këmish ushtarake pantolla civil, kam reagu ashpër pse më ndodh ajo. Kam reagu te secili prej këtyre në formën, në përmasat e nevojës së reagimit. Po kam qenë
shumë i rrallë në reagime, sepse edhe nevojat e reagimeve të mia kanë qenë tralla dhe s'kanë pas ndonjë peshë se kanë reaguar dhe të tjerë të ngjajshëm, dhe gabimi, rrezikshmëria ose ato s'ka pas rrezik asgjë për vendin, po pakënasia ka qenë e përmasave menaxhuese. Reagimet e mia me Albinin kanë filluar viteve të fundit kur e kam pasur që vendi po shkon krizë, po luhatën themelet e shtetit. Unë nuk e di pse këta njerëz nuk duan me e pa. Realisht po shkohet drejt zhbërjes së shtetit, realisht po shkohet drejt realizimit të qëllimeve të Çubrilovicit, Qosiqit, Miloševiqit. Nuk e di nëse këta e bëjnë me qëllim ose pa qëllim, nëse ka mision ose jo. Megjithëse unë tash mendoj që ka mision. E ku po realizohen këto? Në cilat pika? Realizohen, ta marrim tash lejet kthehen veç pak atje ku një Albin Kurti. Unë në 97-ën, sepse unë kam qenë kryetari i Unionit Pavarur Studentëve në shkollën e lartë pedagogjike Bajram Curri në Gjakov. Kam qenë organizator dhe udhëheqës i protestave studentore me vonë edhe mbar popullore, natyrisht jo vetëm me studentë të tjerë, me njerëzit tjerë aktivistë, me shqiptarë të mirë. Po ne njihem prej atëherë, mi taku disa herë për mbarvajtjen e protestave studentore, po pas lufte kemi pi kafe bashk. Pas lufte, pas lirimit e tij nga burgu? Po, sepse jo aso kohë keni qenë sa e di unë në Gjakov ose në TMK ose në atë periudhë shkaku i veprimtarisë ime të vogël ka Plesheva, përplasim me Kforin, jam largu pas 2 vite shërbim në TMK, ku kam qenë shef. Afërsisht në atë kohë është liru edhe zoti Kurti. Shefi i departamentit për moral, politik dhe informim në qendër shërbëtore të Kosovës, Agim Ramadanin, na shes Prizrenit në atë kohë. Edhe jam largu vullnetarisht që të ruaj qendrën se Kfori kërcënoi që do ta dëmtoni qendrën e tjera dhe u largova, edhe kam qenë aktor në teatr. Shkak se keni qenë në luftën e Preshevës. Po. Ata patën A informacione. nuk mjaftoi lufta e Kosovës, po edhe një luftë tjetër? Po lufta ka qenë e padëshirueshme për ne edhe në Kosovë, po me që na imponuan ne jo përgjigjem dhe konsiderova që edhe në Preshevë kishin nevojë për ne, me qenë se ne tashmë ishim, mos themi ekspert, po ne kishim njohuri të konsiderueshme për luftën dhe donin t'i përgatitnim ata djem që kishin vullnet të mirë, të luftojnë për të drejtat e tyre në Kosovën lindore që ishin tepër të shtypur, po e dinim që ju mungojnë njohuritë edhe taktike, edhe strategjike, edhe mi përdorimin e armës e tjera dhe ne natyrisht shkum disa herë atje, qëndrum atje dhe e bëm punën tonë shumë mirë atje. Për me u kthy te zoti Kurti. Fori kishte mjaftueshëm informacione dhe erdhi deri aty. Me u kthy te zoti Kurti, unë dola nga provat të një shfaqje që kishim duke e përgatit në fajën e teatrit. Teatrin e Gjakovës. Po. Ula me pini kafe dhe kalon zoti Kurti me hapat shpejt. Dhe unë dalë e thirrje, thras, sepse kisha konsiderat për to. Njëri që ka qenë burg, i lëvizje studentore, djalë inteligjent, kauzat e tij tingëllojshin të mira, sepse nuk disha me mendu që do ka besueshme. Ka njeri aq të ri e aq mashtrues. Unë nuk kam ditë me mendu që ka njerëz që janë të rekrutuar. Tash e kthej kokën mbrapa, ky ka qenë rekrutuar herët para asaj. Sepse e kthej kokën mbrapa dhe te fotografia ikonike e tij. E kam përmend edhe dikun tjetër. Nëse ju kujtohet, kur kordoni me 1 tetor 97. Ndalemi këtu, për Gjakov ishim të punë. E thira me pi kafe në tavolinë, erdhi. Bisedum gjatë. Pim kafe, janë nënshkrova peticionin, se në atë kohë janë këtë njerëz me dy autobusa njerëz zakonin me peticionin në çdo qytet të Kosovës. Peticionet ka qenë për kundër mikut. Ishte kundër mikut, e ka pas kundër regjistrimit popullsisë nga OSBE-ja, ka pas kundër pranimit Pakos Atisarit, ma vonë e tjera, po gjithçka kundër të çdo të arritur në Kosovë, po në atë kohë ka ditë me masku mirë sa ty më të duk si ka diçka të drejtë. Edhe të paktën se kemi kundërshtu, edhe moralisht janë një keq, po ja nënshkruaj atë peticion dhe e kam nënshkruar. Edhe në atë kohën personalisht kam qenë i papërcaktuar politikisht për faktin se isha tepër idealist, doja të jemi të gjithëve. Kam vepruar para luftën LDK, pastaj si ushtarak, jam largu prej LDK-s më një herë pas mbarimit të luftës, se nuk uniformë dhe politik nuk shkojnë. Edhe mas jam largu nga TMK, s'kam dashur të kyqem në asnjë parti politike deri në vitin 2004 kur kam hyrë emocionalisht në aleancë. Kam hyrë emocionalisht se është marrë Mush Haradinaj në Hag, kam konsideruar që ka qenë veprimi pa drejt, s'kam ditë çka më ndihmu më shumë dhe kam thënë, "Ok, po shkoj që aty. Të bëj çka të muj me ndihmu këtë njerëz sepse mjaftonte me kuptuar se njeriu kishte varrosh vëllezërit e vet me durët e veta për lirinë e Kosovës." Po kur e takuat zotin Kurti? Pra te teatri i Gjakovës. Keni bisedu me ta. Çka patë zoti Kurti asë kohë?
E kam të vështirë tash të kthehem 25-6 vite mrapa atje në bisedat në tavolinë, po sigurisht bisedat e tij kanë qenë qysh më organizu, qysh me rrit lëvizjen e vet. Qysh nuk do të bëhet parti politike, do të thotë kjo ka qenë refreni i tij se nuk do të bëhen parti politike me i bin të tjerët që ne po luftojmë, po punojmë për vendin, për kombin, s'na intereson politika, s'na intereson pushteti, s'na intereson karrika. Dhe ishte bind se tash edhe unë kam qenë gjenerat e re, nuk ka qenë. Pastaj idealistit e prum mashtrohesh lehtë, mendon që ajo është zoti Kurti, e protestave studentore, ka rre policia, ka qenë burg. E gjete për një moment atë udhëhesin tonë shpirtënor aty? Gati ashtu, sepse i papërcaktuar politikisht, idealistit e prum, duke sikur kishte të drejtë, nuk i mungonte oratoria, faktet, argumentet e tij krejt falso, po që për një moment të shihsh se si të vërteta dhe po, gati ke të drejtë, po. Kur filluat dyshoni tek ai? Sepse përmendet një gjë që është goxha e rëndësishme, është e rëndë dhe natyrisht duhet me argumentu pak. Thatë rekrutimi i tij. Po. Kur filluat të dyshoni? Kam filluar me dyshu të ai prej momentit kur ai nuk del me festu pavarësinë e Kosovës. Po ishte protesta kundër dokumentit e Ahtisarit që solli pavarësinë e Kosovës. Ato kanë qenë pak kënaqësi edhe e kam pasi është gabim edhe kam menduar që po bën veprime të gabueshme pa qëllim. Në momenti kur unë kam filluar me mendu që ky nuk po bën asgjë të rastishme, ky ka skenar, ky është i rekrutuar, është po. Ky e kundërshtoi gjithçka, ky kundërshtoi kornizën kushtetuese. Ky e kundërshtoi pakon e Ahtisarit. Ky kundërshtoi pavarësinë e Kosovës. Ky lujti me mentalitetin me njerëzit, emocionin e njerëzve duke thënë se Kosova s'do të jetë e pavarur, se Kosova do të ketë një pavarësi të cunguar, se këta kanë luftuar me bashkimin kombëtar, tani po lypet maksimumi pavarësia se merr maksimumin. Pastaj nuk do të bëhet ushtria e Kosovës në momentin kur vetë populli ka dilema, sepse mjaft dëgjon nga kundërshtarët, për shembull. Ne edhe sot e kësaj dite guxoj të them kemi armiq nëpër Evropë, armiq për faktin se nuk na duan të na ndihmojnë në të drejtat tona, shkaku i interesave të tyre, ta marrim shembull nga Afrika me Rusinë, nga lidhje tregtare me ta e tjera. Pra, nëse në Skandinavi ja vlen 2 ditë gazin e ndërprem edhe është temperatura -25 gradë, nuk ju interesojnë të drejtat e njeriut në Kosovë, ata duan gazin edhe të bën çka don me Kosovën. Pra, dhe në këtë formë duke pa që ky kundërshton të çdo gjë, çdo të arritur në Kosovë, nuk mund të thuash se është gjithçka zi te njerëzit e luftës. Ndoshta kanë bërë gabime mas luftën në qeverisje, sepse ka qenë një hap i parë, ne s'kemi pas shtet kurrë. Ne kemi qenë gjithmonë të shtypur. Njerëzit e luftës kanë ardhur nga mali që luftuan për liri, kanë ardhur me pushtetin. Pastaj nuk duhet i harrojmë dë gjana. Njerëzit e luftës e kanë pas unmikun mbi kry. Në kuadër të unmikut ke pas shteteve perëndimore që din të ndërtojnë shtet, por nuk e kanë dhënë maksimumin. Kemi pas njerëz nga vendet ku majmunat e bojnë trafikun në rrugë dhe na kanë dhënë shkollë neve leksione. Kemi pas njerëz që na kanë dhënë urdhra kur kanë hyrë në ato gjipat e unmikut në vend se me shty mbrapa i ka dhënë përpara ka prit murin. Pra edhe këta na kanë bërë rregulla. Dhe zoti Kurti ishte kundër çdo të arriture në Kosovë. Po kulmi ka qenë atë kohë, për fillimin e dyshimeve të mia që është mision, ka qenë sabotimi edhe i festimit e pavarësisë Kosovës, edhe të mos harrojmë, këtu është gënjen edhe Adem Demaqin. Demaçi zhgënjehet dhe ftofet 100% kur Albin Kurti e mohon edhe pavarësinë e Kosovës. Nëse kishte dilema, ai e pau që pavarësia erdhi. Pse nuk i zhduki dilemat? Kundër kushtetutës, kundër çdo gjëje. Qëllimi i tij, pengimi nuk e dini si ju kujtohet, po sigurisht ju kujtohet se jeni shumë rrjedha dhe jeni në bibliotekë lëvizëse, ashtu kam thënë 2-3 herë me miqtë e mi. Ju kujtohet shumë mirë kur si emër konsensual për president të Kosovës u përmend Adem Demaqi dhe u pranua nga gjithë. Dhe ishte pikërisht Albin Kurti që nuk e lejoi dhe e pengoi që të bëhet president i Kosovës zotri Demaqi. E dini pse? Albini tha kështu, këtë e kam dëgjuar nga djemt që kanë qenë ekstrem vetëvendosje. Po kur e kanë pasur janë gabim janë largu dhe e kanë tregu. Albini ka thënë që për të ardhur në shprehje vetëvendosja, Kosova duhet të shkojë në shkallën e 10 rrezikshmërisë dhe të eksplodojë. Që në fakt edhe e bëri atë. Bëri edhe akte terroriste kundër institucioneve të shtetit. I goditi me armatime të rënda që i kemi godit armisht me Zolla. Pra ne me Zolla kemi godit tankët serba, i me Zolla ka godit qeverinë e Kosovës. Dhe
Thot, Kosova ndodhet në shkallën e 7 rrezikshmërisë. Nëse vjen Demaçi, president, Kosova zbret në shkallën e 5 rrezikshmërisë dhe ne nuk vim shprehje. Ne duhet vim shprehje. Pra, kjo është arsyeja që Demaçi nuk vjen. Kosova vjen shprehje se vjen shkallën e 10 rrezikshmërisë, ndodhin viktima, ndodhin vrasje, gjithçka bëhet në këtë vend. E përmendet rekrutimin 2 herë. Po. Qysh e dini ju që është rekrutu? Cilat janë... Po, kur jam kthyer mbrapa, pasi që i kom pa dokumentet që në kohën kur unë si kom pas 20 cent në xhep si student, këtyve kam paguar studimet për George Sorosit. Ne dim shumë mirë që George Sorosi edhe sot e kësaj dite i përkra politikat majtiste, komuniste, jo demokratike, jo djathta dhe është më tepër përkrahas proslav në tërësi se sa perëndimor. Dhe aty kur e kom pa që këti ju kam paguar studimet nga George Soros. Pasi kom kalu jetën ushtarak dhe mësu me kuptu edhe gjuhën e shenjave, në qoftë se një ushtarak ka një shenjë veçantë nga grupi komplet, ajo është dyshuese. Pse duhet ketë shenjë veçantë? Në qoftë se në kolonën e protestave me mija student, kur nalet kolona para kordonit policore bën një hap para, pse duhet të bëj një hap para? Të identifikohet cili është? Në qoftë se të tjerët përgjakën dhe bëhen për spital, kolegët e tij, 2-3 në rrej shumë atë ditë. Përfundoni përgjakur edhe rektori i Universitetit të Job Statovci në moshën e tij thyr. Dhe ky nuk di çka ndodh, merret qitet prapa kordonit dhe është në rregull. Në qoftë se ti e sheh që ky shkon në zyrën e Demaçit, edhe ti e sheh politika paqësore në Kosovë veproi me vite. Pati rezultatet e veta. Ne nuk mund të themi se ishte pa suksesshme sepse nëse shpallte luftë rrugova çfarë do të bënte. Po e përmendet arsimin, janë për sukseseve. Për disa vite ishte e vetmja alternativë që pati sukses në botë, ruajti popullin dhe bëri sensibilizimin e faktorit ndërkombëtar. 87-ta pastaj ndalëm se ndoshta, po megjithatë edhe atëherë bënte thirrje rrugova, i thoshte mbroni pragun e shtëpisë, nuk thoshte rrini në shtëpi 5-6 mashkuj, vinë 2 policia, marrin 2-3 armë dhe ju rrejnë shuplaka. Pra, këtë nuk e thosht ai. Po megjithatë të mos marr sikur po mbroj rrugovën këtu, po dua të them kur ishte politika paqësore, Albin Kurti shkonte te dera e shtëpisë së rrugovës dhe çunte të tradhtar. Dhe thoshte se me politika paqësore nuk fitohet liria. Kur erdhi lufta, ishte i njëjti person që dilte thoshte unë nuk e kapi armën kurr, nuk jam për dhunë, unë jam për politikë paqësore. Pra si ka mundësi kjo? Kur bëhej luftë gjithandej, ky bënte dashuri me vajzën e ministrit Miloševićit që jepte urdhër të vritej nëna shtatzëna. Atëherë si ka mundësi të mos dyshosh që ishte i rekrutuar ky? Nëse ti ke kohë me bë dashuri në Prishtinë me vajzën e një kriminali që po vret nëna shtatzëna, fëmijë. Ne kemi Varreza sot, nëse shikon ditën e lindjes së vdekjes, i ka 3 javë ditë jetë foshnja. Atëherë, si mund të mendosh ndryshe? Në qoftë se ky kur ishte politika paqësore ishte kundër paqes, kur ishte lufta ishte kundër luftës. Shkoi në zyrën e Demaçit. Ky shkoi si përkthyes aty si këshilltar ku diun që këta duan ta bëjnë tash Adem Jashar. Dhe ky sot është veteran i rrejshëm numër 1. Me ligjet e Kosovës janë 3-4 kategori. Pra ky nuk është veteran luftëtar. Dhe ky e din. Dhe e di edhe unë, se ky ka qenë në te qafa në Prishtinë, nëse ka qenë në restorant Dora, nëse s'gaboj, ka qenë në tavolinë Albin Kurti, Recep Selimi, Dardan Mulliçaj. Albini i ka pyet ata dytë, a me apliku për veteran, ajo mas jam. Dardani ka thonë mos apliko se nuk je. Rexha i ka thonë apliko se bëhesh. Ka apliku dhe është bë. Si e din këtë? E di këtë sepse pastaj njëri prej treshës ka hangër drek me mua dhe kemi biseduar si miq. Natyrisht i bie se Dardan Mulliçaj. Kemi biseduar si miq. Pra, pastaj vinë gjana të tjera. Shkon Albini në burg. Atëherë kur ka dalë prej burgut gjithë jemi gëzu. Asnjë prej neve nuk ka ditë me përcjell deklaratën e këtij. Nuk ka ditë me mendu që në 485 sa kanë qenë, i vetmi falet nga krye kriminali më i madh pas Miloševićit, Vojislav Koštunica. Po, është fal me dekret. Nuk ka ditë me mendu që deklarata e tij tash po shihet cila është, merrnu me pasojat e këtij lirimin e tash po i shohim pasojat 25 vite mbrapa, a 6. Nuk ka ditë askush me e përcjell pse ky njeri 2 vite e gjys në burg deli qetë, me një fytyrë më të mirëmbajtur se sa moshatarët e tij të atëhershëm sot. Domethënë ti nuk e din a ka qenë në barnatore ky, a ka qenë për makiazhe. 2 javë me të lënë hotel me zor ti kemë dalë me një fytyrë çoroditur, 2 ditë vjen me u kthyn vete. Jo 2 vite e gjysmë në burg, gjaja i rrehun, i torturuar me tjera. Dhe zotriu nuk ka pas informacione të mjaftueshme me ditë se sa njerëz i kanë vdek,
kush është gjallë, kush i mungon, të paktën atë natë mas 2 vite gjysmë burg me shku në familje, po ky shkon drejt në televizion, në emisionin e gazetarit të mirë njohur tashme të ndjerit Suliman Shaqiri. Dhe nëse e merrni sot dhe shikoni atë video, ju e shihni sa patetik është, sa mashtrues, sa rëndës. Nuk dëmë me shiku kamerën në sy, ka frikë që lexohet, bëhet sikur po qanë, sikur është i pa lumtur se shokët i kanë mbet atje. Atëherë asnjë prej neve se ka ditë ne kemi qujtë guximshëm, të mençur, shiqur që shpëtoi, dul, ky ka me bë diçka ndryshëm prej këtyre që janë tash. A e din ti që edhe unë kam menduar që ka me bë diçka më mirë sa ashim thasi Ramos Haradina e të tjerë. Ndryshe, po për më mirë, po shihet se kam menduar diçka ndryshe për më mirë, po tash po shihet që ka bë shumë më ndryshe për keq. Po atëherë kam menduar ashtu. Dhe pastaj kanë pasu gjëra të tjera, po ajo që unë sot jam i sigurt në logjikën time, pra nuk kam argument me thonë kam këtë letër. Po jam i sigurt se edhe njerëzit që rrethojnë kanë dëshmuar në përkohë që kanë qenë me veprime tradhtare ndaj vendit. Tash ta shpjegoj një prej rasteve. Pra unë definitivisht mendoj që Albin Kurti është i shitur, dhe Albin Kurti ka mision, dhe Albin Kurti përprovon me shkatru këtë vend. Dhe ne duhet ndalim shkatrimin e vendit. Populli duhet me dalë në rrugë, dhe pikë. Ka ardhur përmes rrugë, duhet të hiqet nga rruga, se për ndryshe ky vend do të shkon drejt shkatrimit. Shikoni, ligji për shtetësi do të thotë serbizimi i Kosovës. Në qoftë se brenda 2 viteve ne kemi 1 milion serb të regjistruar në Kosovë, ne nuk kemi shumicë më. Pastaj se dim sa do të jenë. Po ndoshta bën 2 milion pla. Jo, nuk e dim. Po derisa mos po e egzagjeroni. Jo, nuk po egzagjeroj për faktin se ligji është deformuar. Ligji i pava dokumente kom kritikojnë ky ligj kon që sa vite. Ligji ka qenë që sa vite, po ka qenë ligj i mirëfillt dhe nuk ka qenë i ekzekutuar. M'falni, ende ligji është deformuar. A e dini ju si një mirëgjimtar shqiptar që ka dëshmu gjithçka që është shqiptare, ka grunë shqiptare, fëmijë shqiptare, tjera, po nga se ka humbë shtetësi në Kosovë, se një kohë Gjermania ka pas vetëm një shtetësi, aty i janë kërkuar 9 dokumente, i ka marrë 3-4 muaj kohë e tortura për me rikthy shtetësinë e vet. Kurse sot e kanë prunë 2 dokumente online, cili do serb mundet. A e dini ju çfarë dokumente duhet? Dokumente që i kanë lëshuar rojat e urës kriminalët e Serbisë që kanë vrarë shqiptarë masakru, ato dokumente e bindin Kosovën që ai ka jetuar në Kosovë. Janë njerëzit që kanë ardhur në vitet 90-ta që i quajshim ne zbeglicat nga vraka, nga Bosnia, nga Kroacia, nga lufta, i kanë prunë Kosovë, sot ata kanë të drejtë. Kjo ka me kriju dhe konflikte tjera, si janë shit pronat, dhe tash ata kanë me rikërku pronat janë shit, janë ble. Tash kanë bërë njerëz investime aty dhe Euleksi ka me të kërku mi largu. Pastaj përfitojnë kriminalët që kanë ardhur me punë në Kosovë si polic, si ushtarak. Cila ka qenë puna aty? Vrasje, rrahje, burgosje, maltretime, sharje, fyrje, dhunime. Dhe tani shiko ku është mlefi ose ai kulmi i paknesis. Ti e sheh që një kriminal, ne kemi 20.000 nana, gra e motra dhënume. Dhe si mund të shpërblesh ti dhunusin e nanës ose të motrës ose të një gruaje shqiptare sot me shtetësitë Kosovës me pension, do të thotë ai përfiton pension se është lodh duke dhunuar motrat tona shqiptare, dhe përfitojnë fëmijët e tij kriminal nga paratë që i gjuan Albin Kurti për fushata elektorale. Për shembull, 100 euro për studentët. Nëse fëmijët e kriminalit janë studentë në Kosovë përfitojnë, po fëmijët e dëshmorit që studiojnë në universitete jashtë Kosovës nuk përfitojnë, se është student Maqedoni. Pra, fëmia i dëshmorit student Maqedoni nuk përfiton nga Maqedonia, nuk përfiton nga Kosova. Po fëmia i kriminalit që na ka dhunuar, na ka vrarë, përfiton. Keni reaguar në 2 raste dhe keni pas reagime goxha të ashpra. Keni reaguar shumë për glorifikimin e figurës së Ivanovicit kur e bën zoti Kurti, në atë përvjetorin e vrasjes së tij, ku mes tjerash, si mas ti, zoti Ivanović po angazhoi shumë për demokracinë edhe barazinë në këtë vend, dhe për Zoran Xhinxhiçin, i vrarë nga mafia serbe në Serbi. Këto 2 raste, natyrisht kanë gjallë dyshime edhe të plot njerëz tjerë, por ju keni qenë goxha i ashpër. Pse? Po shiko, tash nëse e marrim Albin Kurtin përballë Albin Kurtit, do të mjaftonte për popullin shqiptar me kuptu cili është karakteri i këtij njeriu dhe cili është misioni i tij. Në kohën kur këtij konvenonte me isha ata që qeverisnin me Kosovën në shtet ndërtim dhe që kishin çliru Kosovën në bashkëpunim me NATO-n,
ky e shante Ivanovicin dhe e tregonte të vërtetën për Ivanovicin, sepse Ivanovici është kriminal, nuk dyshohet. Pra ai ka vrarë shqiptar, ka bos pastrim etnik në veri. Ky në atë kohë tregonte të vërtetën. Po si ka mundësi tash të del një Albin Kurti kur e bën hero Ivanovicin, a na i bën tradhtar heroj ton gjallë. Ne kemi heroj gjallë. Po ky bën tradhtar këta se këta janë me Radojčićin, këta janë me Vučićin, ne kemi rritë edhe Radojčićin, ne kemi bë herot serbë pa qenë, ai s'është kërkushi, po ne kemi bë hero duke ngrit ato për të shar njerëzit tanë. Pra, ky e ngrit Ivanovicin dhe e bën hero. Po anën tjetër njerëzit që e rrethojnë. Ta marrim për shembull Faruk Mujka ka qenë në partinë e gruas së Slobodan Miloševićit, Mira Markovićit. Nuk e di, është një dokument që është ka dalë, po nuk e di vërtetësinë. Unë nuk përkërkoj që ju të aprovoni këto ta miratoni. Unë kam dëgjuar dhe kam argumente shumë që është. Ose anën tjetër. Unë s'kam njoft kur Hisen Durmishin. Po unë me keqardhje guxoj me thonë se veprimi i Hisen Durmishit në luftë është tradhti. Nështë edhe s'ka qenë, po veprimet e tij janë tradhti. Për shembull, zotriu qote shkon në pjesën e Nerodimës atje ku ka shku në luftë, angazhohet, kyçet. Daja i tij pas ka qenë luftë. Ky mëson të gjitha për 3 muaj atje pikat. Për 3 muaj kanë fillu pastaj reagime, lufta është bërë më intensive. Studentët që kanë qenë duke studiuar e nuk kanë shku në kohën e Durmishit në luftë, ata pastaj kanë shku në luftë. Mirë po, Durmishi mas 3 muaj dite i thot dajs vet, po du me shku me studiu, me vazhdu studimet. Cilat studime? Ku po shkon? Dhe niset Durmishi me vazhdu studimet, edhe zotriu kapet nga policia serbe. Kur kapet nga policia serbe, zotri Durmishi i jep të gjitha informatat. Ju dini si janë dalë tani dokumentet origjinale? Tash në këtë rast flasim me dokumentet, do të thotë dalin dokumentet origjinale, merret Hisen Durmishi, zotriu është dashur të qëndrojë në luftë, mos i ka shku në luftë. Nëse s'ka shku me qëndru, nuk o dash me shku, po në rregull që po supozojmë që dashti mu kthy. Dhe u kthy nga lufta, që kjo i bjen që dezertoj. Po hade me lejen e dajës nuk pas ka dezertu, po pas ka dezertu me leje. Një dezertim më i butë. Po kur kapet nga policia serbe është dash ta pranoj sakrificën dhe të mos e dështoj. Ku e dim ne sa vetë janë vrarë nga informatat e Hisen Durmishit. I ka dhënë të gjitha pikat, sa ushtar janë, sa janë atë pikë, ku ndodhet emergjenca, ku është shtabi, ku është komanda, ku është kjo, ku është ajo. Do të thotë kjo është tradhti. Dhe të gjithë këta njerëz janë të privilegjuar sot. Anën tjetër, ne shohim Shkelzengashi që ishte këshilltari i tij. Zotriu i arsyeton edhe masakrat e luftës dytë botërore se serbët pas kanë bë hakmarrje se shqiptarët kanë bë paraprakisht vrasje, por shqiptarët historikisht krejt që kanë mund me bëj janë vetëm mbrojt. Atëherë kush janë këta njerëz? Kujt i shërbejnë këta? Çfarë misioni kanë këta? Sa shqiptar janë këta? Unë dyshoj në gjenetikën e tyre. Jam individ, nuk po akuzoj, po dyshoj. Unë kam të drejtë me dyshu. Dhe nëse këta kishin me bërë dënen, nuk kam ju dalë pastër shqiptar, sepse një shqiptar i pastër 100% nuk guxon me vepru kundër vendit vet. Në anën tjetër, si ka mundësi ky njeri me thonë që po e don Kosovën, ma shumë se këta që i kanë dhënë gjithçka Kosovës. Njeriu që s'ka zvarrën në Kosovë. Njeriu që është gjenerata e parë që ka lind në Kosovë. Njeriu që si ka dhënë asgjë Kosovës vetëm i ka marrë. Njeriu që s'ka punu kurrë në Kosovë dhe s'ka pagu taksa në këtë vend, po puna e tij e parë është kryeminist. Njeriu që s'ka dhënë një fije floku atë dheut. Njeriu që nuk e ka fëmijën vet në Kosovë. Njeriu që ka rrotullu kamiona atje ta duan vendore në as gruan se ka vendore. Si është e mundur kjo? Dhe tani ne ti besojmë që peqon Kosovën përpara? Shikoni, në qoftë se nuk ndalohet ligji për shtetësi dhe nuk anulohen shtetësitë që janë marrë që nga 22 maj 2026 deri në ditën e anulimit të ligjit, Kosova do të serbizohet. Problemet do të jenë përditshme, sepse nuk varen prej shqiptarëve qetësia as probleme, do të provokohen nga serbët, sepse qëllimi i tyre është ndarja e Kosovës. Dhe mos harroni, nuk e di nëse unë do të jam apo nuk do të jam, sepse jemi njerëz. Po Kosova, kur edhe një herë mbledhet bota pastaj për Kosovën, mbledhet për ndarjen e Kosovës, sepse konsiderohet që nuk po funksionon si shtet. Dhe nëse Kosova ndahet mes Shqipërisë e Serbisë, Dugagjini shkon Shqipëri, pjesa më e madhe në Serbi. Ky është qëllimi. Këtë qëllim ka zoti Kurti? Derisa ndjek këtë politik, këtë qëllim ka. Pa i mund të thotë që unë jam për bashkim të Kosovës me Shqipërinë. Kur? Po, me këto veprime që nëse... Jo, zoti Kurti ne ka bërë qartë të gjitha, edhe për ata që jenë shumë gomar, e ka bërë qartë. Pra dhe për ata që s'kanë tru.
Edhe për ata që thonë nuk ju interesojnë argumentet se e du Albin Kurtin edhe pikë le të bën çka don, që është i flakën vendit. Ti vazhdo me dashurinë tënde për Albinin, po jo me e kall vendin, se vendin nuk lejojnë me kall. Albin Kurti është hyrë në nenin 3.9, se s'gaboj, që ju thojmë ndërkombëtarëve, po dojmë ndryshu nenin 3.9 dhe po bëhet bashkimi kombëtar. Dhe pastaj nga Lezhë, nga vendi i varrit Skënderbeut, thot nuk po na lejon neni 3.9 mu bashku me Shqipërinë. Unë ju thash më herët, populli mjafton ta qet Albin Kurtin përballë Albin Kurtit për ta kuptuar sa mashtrues, sa dogmatik, sa hipokrit. E kesh pështy mbase më u taku njëri me tjetrin? Jo, këta njerëz nuk kanë guxim me pështy kërkon, se këta thjesht vazhdojnë, po e vërteta është që moralisht do duhet ndodhte një gjë e tillë, do duhet ta pshtynte vetveten. Keni qenë në listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet e fundit për deputet. Jeni në Amerikë, si do ta vazhdoni aktivitetin politik, ndërkohë keni distancë shumë kontinentale? Po, unë përveç pavarësisht që kam qenë tepër larg fizikisht, unë nuk kam bërë asnjëherë i shkëputur nga vendi emocionalisht, shpirtnisht. Dhe i kam përcjell ngjarje të thuja ditore, me orë, kur ka pas ngjarje, ka ndodhur shpesh herë me u qu në 3 mëngjesit atje, për me përcjell seancat në Hagë, ose për me përcjell mbledhjen konstituive të Parlamentit Kosovës, apo ato serialet e konstituive të Parlamentit Kosovës 52 sa ishin me radhë. Pra, kam qenë tepër i lidhur ngushtë. Po, distanca fizike për aktivitet politik në vend e bën atë të vetën. Rrethanat e mia familjare nuk kanë qenë as pak që unë të kyqem në politikë aktive kësaj radhe. Ka qenë herët për mua, se i kam fëmijë në fakultet edhe nuk du të largohem fizikisht derisa ata të kryejnë mirë, po. Duke e parë që ishte i vetmi zë i fuqishëm në kuvend Ramush Haradinaj. Se këta dashnin me zgjedh edhe presidentin Karate. Këta nuk do duhej ta procedonin votimin derisa s'kishin quorum. Këta fillon me zgjedh presidentin. Edhe jam shumë i sigurt që po të mos ishte zoti Haradinaj, këta do ta bënin atë natë. Pra, këta bënin gjithçka që ta largonin nga parlamenti Ramush Haradinaj. Dhe ne të tjerët u desh të bëjmë gjithçka që të mos largohet nga parlamenti Ramush Haradinaj si gardian i vetëm i kushtetutës, i shtetit, i vendit në këtë kohë kaq të rrezikshme. Kjo është kohë rrezikshme. Partia juaj, kushtimisht po them se jo, keni të drejtë thoni se tani jam edhe antar i kryesisë Aleancës, kështu se partia juaj e tashme i ka vendosur një 6 pika, 6 kushte zotit Kurti për ta votuar presidentin ose për të qëndruar në sallë për quorum. Dhe ato pika vetëm për qëndrimin e Aleancës, vetëm nëse zoti Kurti zotohet se do t'i zbatoj, ata do t'ja bëjnë quorumin. Jo deri tash, për ma shumë se 40 minuta dhat argumente se zoti Kurti nuk i përmbahet asnjë zotimit të tij, është edhe tradhtar siç e quajt ju, dhe si mund të zotohet Aleanca për një diçka të tillë kur e di që ai është mashtrues? Po, shiko, ai nëse zotohet për ato, do të them si shtat kryetari Gjini për ofertat Aleancës, sepse me vetë faktin që Aleanca nuk kërkon pushtet, nuk mund i quajt kushte. Pra, do të ishin kushte nëse ata do të kërkonin bashkëqeverisje, do të kërkonin ministri e tjera. Ata i kanë kërkuar ato oferta vetëm për vendin dhe popullin. Pra, ato oferta nuk janë interes i vetëm e Aleancës, se tash gjithë e dim, ai po kërkon kyçjen e Kosovës në gazin amerikan. Pra, ajo është jetike për Kosovën, nuk është jetike për Aleancën. Mirë po. Aleanca mund të bëjë dy agregata të fortë. Ne dim se zoti vendi shkon zgjedhje nëse nuk zgjedhet presidenti, apo jo? Se votat i ka për qeveri. Po duke ja vend disa kushte kështu dhe rrjedhimisht po them qohet një ditë Kurti dhe thot po i zbatojun e këto. Kjo ja mundson zotit Kurti 4 vjet tjera pushtet dhe 4 vjet tjera zullum simas jush. Po unë mendoj se në zoti Kurti nëse zotohet që i bëj këto, ai duhet vepron më një herë, duhet i thot Amerikës po pranoj kyçjen e Kosovës në gazin amerikan, do të merret vendim. Se nëse krijohet qeveria, nuk zgjedhet më njëherë presidenti. Nëse zoti Kurti zotohet, zoti Kurti nuk guxon me paraqit kandidat për president, sepse nuk jemi shtet komunist dhe pushtet autoritar që një parti i ketë gjitha. Zoti Kurti duhet i përmbush paraprakisht ato, të jetësoj ato. Pra, nëse jetësohen ato, do me thonë brenda disa javësh duhet i përmbush këto. Nëse zoti Kurti zotohet, këta ai do ta krijon qeverinë, po nuk do ta zgjedh presidentin dhe duhet brenda asaj periudhe të bëhet kyçja e Kosovës në gazin amerikan, të bëhen realizimi i atyre kërkesave dhe të mos nxjerr kandidat
për president nga partia e tij. Mos ketë propozim vetëvendosje. Sepse pushteti duhet ndahet. Po retorika të zotit Kurti gjithmonë kanë qenë përqarëse dhe gjithmonë kanë qenë të gjitha onë. Pra, e keni pas retorikën banale, kamarierë një espresso 70, se po do 70%. Çka do me thonë kjo? Po i duhet të gjitha? Kush jemi ne? 70% e popullit nuk ka dalë në zgjedhje fare. Nëse e marrim ne me këshyr me përqindjen e përgjithshme të popullsisë, ky zotriu ka 20% ndoshta të votës përgjithshme, nuk i ka as ato. Ka mjaftueshëm për çelërisë. Veç asaj edhe ky ka një koalicion me disa partia të brenda. Kur po jo konvenon, po i numrojnë sa parti janë, kur po dojnë po thonë vetëvendosja. Ka votat për qeveri, po ajo qeveri nuk do të jetë stabile. Ka votat për qeveri, po ajo qeveri do të jetë 2 mujorshe, sepse unë nuk jam jurist, po kam arrit të kuptoj mjaftueshëm nga kjo fushë që nuk mund të shkon vendi 2 herë me ushtrues detyre për president. Kushtetuta jo nuk e lejon. Me kushtetut ka vetëm 6 muaj të drejtë me ushtrues detyre për president. Po, vendi do të futet në një teren të panjohur që s'ka qenë asnjëherë më parë. Do dalë sërnisht. Asnjëherë nuk ka qenë Kosova në të njëjtën kohë pa qeveri, pa parlament, pa president dhe pa institucion që guxon me shpallë zgjedhje të reja. Pra, në qoftë se vjen deri te skadimi i këtij mandatit të zonjës Albulena Haxhiu, që nuk intereson asnjë gjë tjetër si zotit Kurti, veç pozita vetë dhe një grupacioni të afërt aty, atëherë nuk kemi institucion që i shpallë zgjedhjet e reja, ne nuk e dim kush është pastaj, kush duhet i shpallë zgjedhjet. A do të na rikthen mrapa kjo pastaj te Unmiku? Do të na rikthen te Unmiku, pra e vën pikpyetje shtetësinë e Kosovës. Në qoftë se edhe një herë duhet mbledhen, se unë mendoj që nuk mund futet më në fuqi rezoluta 1244, se nëse një pikë i hiqet një rezolute, duhet mbledhet OKB-ja prapë për ta qitur atë pikë ose për ta hequr atë pikë, dhe ata do të mbledhen, po kush do të jetë OKB-ja për neve? Ne e dim që nëse mbledhet OKB-ja, aty ka Rusi, Kinë e tjera. Nuk ndodh kjo, po më duket pak egzagerim. Jo, unë po them nëse shkojmë atje, jo, si ka egzagerim nëse ti del në sërnisht, atëherë çka mendon ti që ka mendon tjetër. Po s'ka autoritet. Në qoftë se nuk ke parlament, s'ke qeveri, s'ke president, kush duhet me marrë vendim për me Zoti Kurti rre mbi të gjitha sepse këtë po e don. Pa president, pa qeveri, pa parlament, ndërkohë ai kryeministër në detyrë që po vazhdon tash 2 vjet. Nuk mund të kemi ne qeverinë detyrë derisa s'kemi president, edhe qeveria në detyrë nuk është institucion që shpall zgjedhje të reja. Unë po flas për institucionin që i shpall zgjedhjet e reja në Kosovë. Nuk ke institucion që i shpall zgjedhjet e reja në Kosovë. Pra nuk ke president, nuk ke parlament. Parlamenti duhet ta shpërndan vetveten dhe të shpall zgjedhjet e reja. Ti dekreton presidenti. Nëse kemi asnjërin pastaj, edhe qeveria në uzurpim apo në detyrë, sepse ky ka bërë uzurpim pushtetit, ne kemi parë. Ky njeri me klikën e tij e ka masakruar kushtetutën e Kosovës. Si ka mundësi të jep dorëheqje dhe të shkon prapë në vendin e punës? Jep dorëheqje si kryeministër dhe shkon merr vendime. Si ka mundësi që kushtetuta e Kosovës nuk e lejon një deputet të betohet si deputet derisa ka një detyrë tjetër zyrtare? Ose nuk je deputet, ose betohesh për deputet dhe i lën tjerat. Ky shkon qeveri, krijon ligje dhe vjen parlamenti i voton ligjet e veta. Ku ka kështu? As në Afrikë nuk ka, as në shtetet ku veprojnë në përlagje ku janë qeverisin fiset, edhe fiset kanë dinjitet. Ky është edhe pa dinjitet. Shpejt e kemi zgjatur shumë këtë bashkëbisedim, për mua me pata shumë kënaqësi. Keni dhënë deklarata shumë të forta, do t'i shohim tash reagimet. Sharje Fyerje, ato tashmë janë pjesë e jetës sonë të përgjithshme. Pyetja e fundit, si e sheh Kosovën në 4 vjetët e ardhshme nëse zoti Kurti është në pushtet? E fundit. Kam shumë frikë, duke pa zotin Kurti deri këtu që ka ecë në për viktima. Logjika ime e thot këto do guxoj me mbrojt gjithkund, ka ecë në për viktima. Kam frikë që populli është i lodhur mjaftueshëm dhe nuk ka me leju me heq zoti Kurti si kur ka ecë deri tash, me miliarda euro, vetëm për t'i kesh përdorur për të bler vota. Nuk ka me leju populli dhe kanë me kuptuar dhe analfabetet më të mëdhenj se 100 euro nuk mjaftojnë, se si mjaftojnë as për pampersat e fëmijës atje, dhe jo për mja plotësu kërkesat nevojat. Dhe nëse populli del në rrugë, ka me shku deri te një kaos. Nëse populli del në rrugë në konflikt që kemi me pas ndonjë viktimë. Dhe atëherë zoti Kurti ka me përfunduar si të gjithë autoritarët tjerë, nëse kush nuk ka me i bë diçka, ai ka me i bë vetvetes. Zoti Kurti nuk mundet me ikë nga përgjegjësitë përgjithmonë. Zoti Kurti po ikë sot, po jo gjithmonë. Nëse zoti Kurti mbetet pushtet për 4 vitet e ardhshme, unë jam shumë i bindur, i sigurt që ato 4 vite do të kurrë.
pra s'kanë me mbaru ato 4 vite. Pra parashirni vazhdimin e autoritarizmit të tij shumë ma gjatë nëse është edhe këto 4 vjet. Autoritarizmi i tij do të shkon në shkallën ekstreme, po ku nga zullumi i këtij zullumçari do të kputet në mes. Pra populli do ta kput atë autoritarizëm, se populli nuk ka me mund me çu ma. Unë jam i sigurt. Arsyet kur më thatë më herët pse ke reaguar, se ke filluar me reagu, unë s'kam reaguar ndoshta për vitet tona, po në vitin e fundit kam qenë tepër i zëshëm se kam pa rrezikun, pra derisa unë pranoj me u përball me armatën e idiotëve, me sharje fyrje, me kërcënime, unë pranoj me rreziku jetën time, se unë e di që një fëmijë që atje del ta fut plombë dhe shkon, po nuk ndalem për vendin, sepse e shoh rrezikun. Atëherë çush e kam pa unë, kam prish rahatin time, se më kanë dash 20 vite në Amerikë me punu me kriju rahatin time. Sot kam kriju rahatin time familjare nëse e marr, materiale, fizike, fëmijët e mi në fakultete, kam blej banesë, kam vetura, tjera, jam shumë okej. Por nëse unë po pranoj me i prish gjitha ato sërish për vendin, se nuk du që vendi shkatrohet, nuk du të rrafshohen varret të dëshmorëve. Ato kanë më rrafshu me këtë politikë. Jam i sigurt. Pra nëse une kam pranu me i prish rahatin time në Amerikë dhe marrë këtu, po populli që jeton këtu përballet përdit me vështërsitë. Uroj që me pas gabim shumë për këtyre që keni thënë sot. Unë uroj që të mos ndodhin këto që i kam thënë cilat janë as pak gabim, po e kam thënë me një logjik tepër çëndosh dhe në vazhdimsi duke e përcjell, dhe jam shumë i sigurt që këta njerëz vendin do ta çojnë drejt zhbërjes, e lus popullin të vetëdijsohet dhe ta ndal këtë kaos. Me që ka që kishim për sonte, mirupafshim.